Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1071, Bari, zotrimi i fundit bizantin në Italinë e Jugut, pushtohet nga Normani Robert Guiscard. 1755 botohet në Londër fjalori i gjuhës angleze nga Samuel Johnson, mes fjalorëve më me ndikim në historinë anglishtes. Atë ju deshën 9 vjet për ta përfunduar. 1865 Abraham Lincoln ndroi jetë pasi ishte qelluar një natë më parë nga aktori John Wilkes Booth, ndërsa shihte një shfaqje në teatrin Ford në Washington. 1912 anija e udhëtarëve e Titanic zhytet në Atlantikun e Veriut, 2 orë e 40 minuta pas përplasjes me një iceberg. Vetëm 706 nga 2227 pasagjerët dhe ekuipazhi në bord shpëtuan. 1923, për herë të parë insulina vihet në dispozicion për përdorim të gjerë nga njerëzit me diabet. Insulina ishte zbuluar në vitin 1922 dhe sot përdoret çdo ditë në trajtimin e diabetit. 1946 ndron jetë në Tiranë Faik Shatku, jurist, ministër dhe përfaqësues shqiptar i prefekturës së Dibrës në Kuvendin Kombëtar përgjatë legjislaturës 1937-1939. 1969, Korea e Veriut rrëzon një avion të marinës së Shteteve të Bashkuara mbi detin e Japonisë, duke vrarë të 31 pjesëtarët e ekuipazhit në bord. 1971, aktori George C. Scott refuzon çmimin Oscar për rolin e tij në filmin Patton, generali i trupave amerikane në Evropë gjatë luftës së dytë botërore. Aktori Scott u tha gazetarëve se nuk e donte një nder të tillë, pasi është poshtëruese që aktorët të konkurrojnë kundër njëri tjetrit. 1984, festohet dita botërore e rinisë në sheshin e Shëmpjetrit, Vatikan. 1986, Shtetet e Bashkuara nisin operacionin Eldorado Canyon. Ky operacion ushtarak ajror konsistonte në sulmet e saj bombarduese kundër caqeve libiane. 1989, ndroi jetë Hu Yaobang, ish zyrtar i lartë kinez, vdekja e të cilit shkaktoi fillimin e demonstratave të bujshme pro-demokratike në sheshin Tiananmen në Pekin. 1989, një shtypje njerëzore ndodh në stadiumin Hillsborough të Sheffield Wednesday në gjysmëfinalen e AF Cup, duke rezultuar në vdekjen e 96 tifozëve të Liverpoolit. 1990, ndron jetë në moshën 85 vjeçare Greta Garbo. Garbo ishte një aktore suedeze amerikane e filmit gjatë viteve 1920-1930. 1992 themelohet armata e Bosnjës dhe Hercegovinës. 1994 nënshkruhet marrëveshja e Marrakeshit për organizatën botërore të tregtisë. 2007, Ferrari i drejtuar nga Felipe Massa fiton Grand Prix e Formula 1 në Bahrein. Ferrari tjetër i drejtuar nga Kimi Raikkonen ishte gjithashtu në podium, duke përfunduar i treti pas Lewis Hamilton me McLaren. 2011, kompania Tokyo Electric njofton se do të dëmshpërblejë çdo njësi familjare brenda zonës së përjashtimit të uzinës në Fukushima me 1 milion yen, pas aksidentit shumë të rëndë të 11 marsit 2010. 2013, 2 bomba tenxhere me presion shpërthen në afërsi të vijës së finishit në maratonën e Bostonit, duke vrarë 3 persona dhe plagosur 264 të tjerë. 2017, ndroi jetë Emma Morano, italiania më jetëgjatë në histori, personi i fundit i gjallë i lindur para vitit 1900, pasi ka jetuar 117 vjet e 137 ditë. 2019, në orën 18:50, një zjarr i madh shkatron katedralen pariziane, Notre Dame, e përfshirë pothuajse plotësisht nga flakët që shkaktojnë shembjen e çatisë dhe bishtit. Zjarri kishte shpërthyer në skelat e punës së restaurimit, të filluar një vit më parë.